Shqipëria do të përballet me Ukrainën të martën në orën 20:45 në sfidën e vlefshme në kuadrin e miqësores, e cila do t'i shërbejë trajnerit Sylvinho për t'i dhënë minuta lojtarëve që nuk u aktivizuan në duelin e humbur me Polonin në Varshavë. Kur na ndajnë më shumë se 48 orë nga kjo përballje, ju njohim me statistikat e të dyja skuadrave në përballje direkte, lojtarët më të vlerësuar, si dhe rekordet e trajnerëve përkatës. Me këtë kundërshtar, Kuqezin t'ja përballur gjithsej në 9 takime, 6 prej të cilave kanë përfunduar në favor të Ukrainës, 1 të Shqipërisë në kualifikueset e Ligës së Kombeve në grupin B dhe 1 tjetër e përfunduar në barazim. Një hendek i madh të cilin skuadra e Sylvinhos do të përpiqet ta ulë në takimin në Valencia. Sa i përket rekordeve për secilin trajner, Sylvinho dhe Sergij Rebrov ndajnë të njëjtin numër fitoresh, nga 1 për kokë, duke mbajtur baraspeshën në këtë drejtim. Sa kaq, edhe tek vlerat e lojtarëve, pritësit e këtij dueli janë dukshëm më lart, pasi në radhat e ukrainasve, ata mburren me Ilja Zabarni, vlera e të cilit në treg shkon në 45 milion euro, ndërsa më i vlerësuari tek organika shqiptare është Anis Mehmeti me 14 milion euro.